lidh shumë me babin tem, pasi babi jem ka dediku jetën e vet për shtetin e Kosovës. Unë jam shumë e lumtur nëse moj me përformu diçka, pa marrë parasysh edhe pse jetoj jashtë, jam shumë krenare për ata që unë jam, edhe krejt eksperjenca jam e baj me gjithë qef, dhe jam shumë e lumtur që moj me bo edhe babin tem qiell krenar. Babi jem ishte i burgosur politik, edhe ishte ai që më ka udhëzuar këtë rrugë drejt artit. Më vjen shumë keq si nuk po mund më kom prezent me më pas se qysh unë po vazhdoj sa do qoftë me punën e artit, me shqiptarët e me dashur, po jam e lumtur që e di që e baj sa do pak krenar nga qielli. Sa vite u bën që po mirën me art? Unë kam kryer shkollën fillore të muzikës në Gjilan, po është edhe shkollën e mesme. Në moshën 18 vjeçare tani kom ardhur këtu në Gurbet. E kam ndru profesionin, tani punoj nga profesioni jam edukatore dhe punoj jam drejtoresha e Kinder Palais. Por muzika nuk i kom anashkalu kur, për mu muzika është hobi, është pjesa jem kur jam e lumtur, kur jam e pikëlluar, çdo lloj emocioni e kaloj me muzikë, edhe luaj shumë qef. Muzika lidh më shumë me babin? Po, është edhe se ai ishte udhërfysi jem, edhe është idoli jem, edhe është pasqyra jem, edhe gjithmonë në çdo pjesëmarrje kur marr pjesë, kur është në pyetje për Kosovën, për Shqipërinë, për shqiptarët, për historinë tonë, më lidh shumë me babin tem, pasi babi jem ka dediku jetën e vet për shtetin e Kosovës.